Do thuash 2 fjalë të lutem. Se di që je emocionuar. Po. Mikrofonin tim? Ja. Okej. Ja, e ka dritin. Jo, kam ti. Po, e ke, mund ta marrësh. E ka. Për të folur. Ja, ka. E ke këtu, më fal. Ju uroj shumë suksese në gjithë ecurinë tuaj të mëtejshme, sepse vështirësia e këtij realizimi, mendoj unë, nuk marrë vesh shumë, po mendoj unë që ka qenë e shkallës edhe e nivelit shumë të lartë. Për këtë një falenderim special i shkon Edit, Eduard Grishtë. Edin e pas kemi. Sepse vetëm sot që ka ruajtur ai këtu. Po kjo që e mban apo? Për Vision Plusin, gjithmonë kam pasur një farë simpatie, se ka preferenca të ndryshme për qasjet në televizion. Vision Plusi është televizori që ka bën 3 formate të mrekullueshme, mbaj mend, ndoshta i gaboj vitet, po përpara 2010-s ka bën muzikalin. Musical, po, përpara. Pastaj vuri Dancing, që vetëm ajo sigla mua më dritron të shpirtin. Sa herë që ashtu dhe nga rekuizita, nga të gjitha ishte perfekt. Jo, edhe një Pas ka ardhe përgatitur. Edhe një minutë. Dhe e treta vjen formati i firma VIP, e cila erdhi në një mënyrë pak më të moderuar. Tani, të gjitha këto, unë ja dedikoj Holta Gnaku. Përshëndesim, Oltën. Është një grua. Shumë e fortë. Nuk dua t'i them grua, një vajzë shumë e fortë, vizionare dhe me një ambicje të jashtëzakonshme. Dhe unë nga këtu nuk e njoh, nuk e di, nuk e kam takuar asnjëherë, por si nën i dërgoj një përqafim shumë të ngrohtë dhe i uroj suksese në punën e saj. Edhe ty të përqafoj, që se je... Faleminderit shumë. E përshëndesim edhe përcjellim me një duar trokitje maman e Sonit. Faleminderit shumë. Me kujdes në ngadalë. Merrim mikrofonin me vete se do kujdesem për ty vetëm ngadalë. Okej. Ngadalë edhe ti Son, pozicionohu tek finalistët e tjerë. Sepse nga një emocion në tjetrin ne do të shkojmë tani tek zarfi me emrin e personit të parë që largohet nga gara në këtë finale. Dal nga dal, shkon Soni në vend. Okej.